Altin Bojni, do të jetë kandidati i Partisë Socialiste, i miratuar tashmë nga Kryesia e Partisë Socialiste, për të garuar në Bashkimin e Madh, pas marrjes vendimit të strukturave të partisë tonë në Madh, por edhe nga vesh CV-ja e tij si ekonomist, më pastaj drejtues administrativ në disa institucione, por edhe në detyrën e tij si kryetari i Këshillit Bashkiak, është një figurë e konsoliduar e cila siguron jo vetëm rezultat jashtëzakonisht pozitiv në zgjedhjet e radhës, por po ashtu vazhdim të gjithë projekteve të zhvilluara në Bashkinë e Madhit, të cilën kami punuar kaq shumë për ta shndruar atë në një zonë jashtëzakonisht pozitive dhe një zonë e cila prej kohësh tashmë mbështet fuqishëm Partinë Socialiste. Altini vjen tash nga përvojat e tij në drejtim të institucioneve të pushtetit lokal dhe garanton vazhdimsinë e shumë aktiviteteve të nisura dhe të projektuara në Bashkinë e Madhit për ta shndruar jo vetëm Bashkinë e Madhit, por gjithë qarkun e Dibrës në një qark me shumë rezultate për sa i përket zhvillimit në atë zonë.